Loti ti ke 2 çuna? Po, kam 26 madhe edhe 22 vogël. Je besoj si shoqe me çunat. Me thënë drejtën, i kam shok, i kam shumë të mirë. Si, a je nën autoritare? Kam qenë. Okej. Nuk jam. Në çfarë momenti Ta them unë se unë nga problematikat e pronave normalisht kemi pas përplasje shumë të mëdha gjatë gjithë periudhës të ndryshme. Fëmijët e mi janë pinjollët e vetëm të gjithë fisit toptanit. Dhe kam pas një problem në një moment të caktuar me djalin e madh, ku ma kërcënu, dhe aty pastaj kupton se çfarë do të thotë ajo femra but. Kthehet, nuk e di se si kthehet. Nga një moment deri sa ato u poqën, pra unë kuptova që fëmijët e mi e kuptuan çfarë është e mira dhe e keqja, kam qenë autoritare, kam qenë gjithmonë shoqe. Kam ndihmuar shumë që ato të shkollohen, që ato të jenë njerëz. Domethënë një nga gjërat që unë i kam lënë si këshill, i kam thënë, kushdo që ju të bëheni, qoftë dhe president dhe kryeministër, nëse ti nuk je njeri, për mua nuk je asgjë.